Jeta rregulltare do t'i kushtonte lirin Atje Gardinit, si kundër qindra klerikëve nga të gjitha besimet, që u ekzekutuan, u dënuan dhe u internuan pas instalimit të regjimit komunist, i cili synonte të krijonte të ashtu quajturën parajsë toksore në kundërshtim me besimet fetare. Më 23 gusht 1945, At Gardini nisi kalvarin e dënimit në burgjet komuniste, me ndërhyrjen e autoriteteve italiane, do të lirohej dhe do të riadhesohej në vitin 1955. At Gardini u lind në krahinën e Pordenonës në Itali më 24 shtator 1905. Në moshën 18 vjeçare u regjistrua në shkollën jezuite, pastaj në Goric, ku nisi përgatitjet në filozofi sipas traditës jezuite. Në vitin 1930 vjen në Shqipëri për të dhënë ditmesën e vet në mësimdhënie. Më 15 korrik 1936 u shugurua me shtar. Në Shqipëri dha mësim në seminarin papnor shqiptar në Shkodër, ku punoi me përkushtime nxënësi deri në vitin 1945, kur dhe u arrestua. Në votimin 10 vjet burg në Shqipni, të publikuar në SBA, At Gardini dëshmon mbi martirizimin e klerikëve shqiptar gjatë diktaturës.